Detajet të reja kanë dalë nga dosja hetimore për zhdukjen e 69 milion lekëve të rinj në filialin e postës shqiptare në Durrës, ku prokuroria ka zbardhur skemën e dyshuar të përvetësimit të parave përmes pamjeve të kamerave të sigurisë dhe mandat pagesave të administruara gjatë hetimit. Sipas dosjes, ish drejtoresha e filialit Elizabeta Mataj, shefja e financës Valbona Duni dhe ish arktarja Paula Dana dyshohet se gjatë muajve prill dhe maj të këtij viti kanë përvetësuar 69 milion lekë që duhej të transferoheshin në degët e Shijakut dhe Krujës. Hetuesit kanë dokumentuar me pamje filmike lëvizjet e përsëritura të thasëve dhe pakove me para nga arka drejt zyrave të drejtuesve, ndërsa në disa raste mandat pagesa dyshohet se janë shoqëruar edhe me firma të falsifikuara të punonjësve të degëve përkatëse. Nga këshyrja e kamerave të sigurisë rezulton se parat, pasi mbërrinin nga banka nën shoqërimin e kompanisë së sigurisë, merreshin nga shefja e financës dhe transportoheshin në zyrën e saj ose në zyrën e drejtoreshës në kundërshtim me procedurat e brendshme të postës shqiptare. Sipas dosjes, prokuroria ka dokumentuar 9 episode të tilla gjatë muajve prill dhe maj të këtij viti, të cilat konsiderohen prova kyçe në hetim. Ndërkohë, gjatë seancës gjyqësore për masën e sigurisë, ish drejtoresha Elizabeta Mataj nuk ka dhënë shpjegime për fatin e shumës së munguar. E pyetur nga gjykata se ku kanë përfunduar 69 milion lekët, ajo është përgjigjur shkurt: nuk e di. Ndërkohë, në seancën për shqyrtimin e masave të sigurisë për 3 ish-punonjësit e filialit të postës shqiptare në Durrës, të arrestuara pas hetimeve për dyshimet mbi përvetësimin e 69 milion lekëve të destinuara për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale, gjykata vendosi arrest me burg për ish drejtoreshën e filialit Elizabeta Mataj, ndërsa ndaj Valbona Dunit, ish shefe e financës, dhe Paula Danajt, arktare, u caktua masa e sigurisë arrest shtëpie. Sipas dosjes hetimore, Elizabeta Mataj ishte frekuentuese e rregullt të ambienteve të lojrave të fatit, ndërsa sipas deklaratave të dy zhvarcëve të saj, ishte ish drejtoresha Elizabeta Mataj ajo që paraqitej personalisht për të marrë parat nga arka. Hetimet po drejtohen nga prokurori Gazmend Frëngu, ndërsa çështja u shqyrtua nga gjyqtari Xhevdet Lika. Të 3 ish zyrtarët u arrestuan pas procedimit penal të regjistruar nga prokuroria e Durrësit për veprat penale, shpërdorimi i detyrës dhe vjedhje duke shpërdoruar detyrën të kryera në bashkëpunim.